ju keni krijuar në fillim lëvizjen bashk, si aktivist i shoqërisë civile, si aktivitet i shoqërisë civile. E tani e keni kthyer në parti politike. A mendoni se Shqipëria ka më shumë nevojë për një shoqëri civile të fortë nëpërmjet krijimit të një vedije për të ndërgjegjësuar dhe qytetëruar ne si shoqëri, sesa për parti politike, sepse partitë politike të cilat janë bërë 200, unë mendoj që kanë krijuar një inflacion dhe kanë krijuar një lloj indiferencë deri në veri e karshi politikës. Shqipëria ka nevojë edhe për shoqëri civile të fortë, edhe për parti të vërteta, të ndershme, që përfaqësojnë shtresat e mirëfillta të shoqërisë. Ne kemi qenë për 12 vjet aktivistë asaj që e quanim organizata politike, një grupim kryesisht të rinj, studentësh, pedagogësh, punëtorësh, dhe jemi marrë shumë me ndërgjegjësimin e shoqërisë. Jemi marrë shumë me drejtat e punëtorëve. Kemi organizuar pafundësisht protesta, greva e punëtorëve me studentët, me njerëz të thjeshtë. Ne pas 12 viteve aktivizëm në këtë kuadër, themi jashtë partijak, arritëm përfundimin që duhet të hidhim një hap më shumë. Duhet të transformoheshim në parti politike pa humbur vitalitetin e aktivizmit, sepse lufta do e bërë jo vetëm jashtë institucioneve, jo vetëm me protesta, jo vetëm me greva, jo vetëm në përpjekje për ta ndërgjegjësuar shoqërinë, po edhe për t'i dhënë shoqërisë mundësinë që të votojë në mënyrën e duhur. Shqipëria ka vërtet 200 parti, por nga këto 200 parti, 190 ca nuk ka mbet as nami edhe as nishani. Edhe jo më kot në këto zgjedhje ka 10 apo 11 parti apo koalicione, nga të cilat përsëri disa prej tyre janë inekzistente. Shqipëria ka nevojë për një parti të vërtet, ka nevojë për një parti që përfaqëson punëtorët, të rinj, pensionistë, shtresë të mesme, po megjithatë ka nevojë për një parti që beson ideale, dhe kjo është lëvizja bashkë. Unë mendoj që ne kemi arsye pse ekzistojmë politikë, kemi arsye karakteriale, po kemi dhe arsye programore. Ne zëm në spektrin politik shqiptar një vend që nuk ka zënë asnjëri. Vendin atyre që thonë të vërtetën me zë të fortë, që i kundërvijen jo vetëm sistemit kalbur politik, por edhe oligarkisë ekonomike, dhe nga ana tjetër kemi edhe një program që krenarisht na rendit tek ajo që ne e quajmë majta demokratike. Se besoj që ky vend është komplet bosh në spektrin politik shqiptar. Në Shqipëri nga pikpamja programore ka parti ose të djathtës, ose siç thotë Edi Rama për veten, për të majtës dhe djathtës. Është herë e parë në këto 30 vjet paktën, që në Shqipëri në këto zgjedhje ka një parti që identifikohet me të majtën moderne, me të majtën social-demokrate, me trashëgiminë më të mirë të smajtës perëndimore, se na duhet shumë, na duhet përfaqësojmë ata që deri më sot nuk janë përfaqësuar.